Punët e partisë si përshkojnë Vallë Klevis? Me që jeni aty brenda, si është atmosfera? A është e gëzuar? Atmosfera është ashtu si që është gjithandej. Atmosfera është ashtu si që është gjithandej. Tani kemi këtë procesin elektoral, do bëhet në datën 23, janë thirrur. A kemi erë fitore? Bie erë fitore? Jo, është vështirë, situata është e vështirë, sepse kemi kapjen e medjave, kapjen e institucioneve të shtetit. Cilat mediat quhen të kapura? Përgjithsisht mediat e familjeve? Përgjithsisht të gjitha mediat. Çdo media ka problemet e vet. Për shembull, të gjitha, s'ka këtu në Shqipëri mediat pavarur. O është një media që mbështet Klevisin, mbështet opozitën, o është media që mbështet qeverinë. Përgjithësi në Shqipëri mediat mbështesin qeverinë. Ka mediat opozitës, po s'mund t'i qush pavarura. Se da ato janë të varura në kuptimin mbështesim opozitën. Janë mediat të qarta, mediat pavarura në Shqipëri nuk ka. Dhe mungesa e pavarësisë, tu ka dhe hapur betejën që hajde kush blen më shumë, lek më shumë i ka qeveria, qeveria blen gazetare, analistë. Klevis, mos ka ndro fjalën e panshme me të pavarur. Sepse nëse Batona Xhiu ka një media dhe mbështet qeverinë, e ka të anshme, po e ka për qeft vetat e nuk e ka se e ka të varur. Po pra ka qëllëndrim vet Batoni është i qartë, po pra, jam këtej. Ai e ka atë bëbën ashtu mendon, jo se është i varur. Ka qeveria. Kusht ka thënë? E të shemë muhabet, dakord, e kemi gabim edhe këtë. Jo, po mirë, dakord? Jo, në regull. Edhe unë jam i pavarur. Jo, Klevis, ta qarsojmë terminologjin. Një media është e pavarur kur nuk manipulon lajmet, i ka të sakta. Qëndrimi editorial, që ka të bëj me komentin e kryeredaktorit apo timin, si pronari Albanian Postit, është qëndrimi imi, se qka është e mirë dhe qka përkra. Por ti, në një media që unë dheq, nuk mundesh me pas një lajmë i cili devion dhe që nuk e ka të vërtetë mranda. Këtu në ndahemi. Që kjo është media e pavarur. Kur lajmi është i saktë. është anshme. Po qëndrimi, janë në mbështetje të pushtetit. Jo. E di një botë të tërë, që tu e kënë çdo raport ndërkombëtar që këtu s'ke media. Dhe nuk i vej faj. Dhe nuk i vej faj edhe unë po t'isha në një media, dhe unë po t'isha një media, do detyrohesh t'isha diku, sepse është gjithë presion që është bërë, o kërcënohesh, sa kërcënime janë bërë ndër Meksit më? Për çështjet e akshit që nxjerr. Ata sqaroj mosdil. Sa kërcënime janë bërë? Pse do i veja fajun nëse nesër nuk flitet më për akshit? Pse do i vej faj? Unë çka ka bërë policia? M'fal një sekond, të lutem. Çka ka bërë policia? Të lutem. Çka ka bërë policia? Ja ku e keni rastin konkret, unë nuk habitem dhe unë nuk i vej faj që kapen. Sepse do biesh pre presionit ose diçka e tjetër. Ai që s'bjen bravo i qoftë më trim. Por fakti është që ja ku e keni, se ju e keni në televizion këtu, i kanë bërë 2 herë i kanë dalë me kapuça, të herën e tretë i vun tritol, sepse nxjerr akshin. Po kush e unë ja bëj atij ato? Po ky pushtet më apo? Sa the që ky medium është me pushtetin? Kush? Ti. Po më të gjitha janë, nuk ka diskutim. Po pra, po ka problemin me këtë skandal o zotri. Mirë. Po e ka me këtë. Një skandal, të tjerat me skandal të tjerë. E ka problem me këtë. A i ka ndodhur kjo nga akshi apo jo? A i ka ndodhur nga Ergyes Agasi apo jo, zotri? Klevis. Të qartsojmë le... Jo, tha. Nuk i ka ndodhur nga kjo? Jo, tha. Dakord, unë e kam ndjekur këtu në MCN që këto presione mua më vinë sepse denoncoj akshin. Ka thënë asnjëherë. Po, para dite ka thënë te gazetarja juaj Aida këto... që denoncon akshin, po. Po pra që vinë nga këto presione që më bën... Jo filani, më falë, po këtë drejt. Thash nga denoncimi i akshit. Si që vinë juve për këtë, keni në për studio tjera që i kanë artë kërcënime sepse nxjerrin emra bandash, keni në për studio tjera sepse përmendin Lubi Ballukun, të gjithë kanë një hall sepse këtu ka rënë shteti ligjor, se kush do t'ju mbrojë? Normalisht duhet të mbrojë policia, duhet të mbrojë prokuroria, ç'të mbrojë prokuroria dhe policia, këtu ata janë të kapur për vete. Dhe këtu, kështu është situata, me që më pyeti zoti Rakipi që si është situata në parti. Situata është siç është në gjithë Shqipërinë. Është një situatë e vështirë dhe për sa kohë ne nuk e kuptojmë që këto nuk janë probleme të PD-s, po janë probleme të gjithëve ne si shoqëri, ky problem do vazhdojë të rritet dhe të shtohet. Dhe për ata që pyesin jo po çfarë do ndodhi nesër, asgjë s'ndodh nesër. E vetmja gjë që do ndodhi është që këta do vazhdojnë të vjedhin para dhe ne do vazhdojmë këtu të rrimë të zihemi me njëri tjetrin kot ndërkohë që këta mbushin xhepat me taksat tona. Kjo do ndodhi. Tash ne mund zgjedhim, o të rrim këtu të bëjmë zhurmë, ose hajde të bëjmë një punë. Varet nga që ndi zgjemi kot dhe debatosh plot. Se të zgjesh kot, të zgjesh për... Po kotët tani ju të gjithë bini dakord këtu që zgjedhjet në parti nuk ja merr Sali Berishës asnjë. Po kot për fiksim se skandidoi ky. A do flasim më radh? E dim këtë punë që nuk. A do flasim më radh?
Zgjedhja e Sali Berishës nuk ka metodë njerëz, se Sali Berisha e ka bërë parti personale prej kohësh atë. Po ka Problemi votat, është, ajo është bërë partia e Sali Po Berishës. ka votat, më zot. Por, Ai ishte jashtë partisë. Ka pra Por, personale, thot ai dhe... por, Ai ishte jashtë partisë. një sekond, Ishte Basha më kryetar partia ja mori me Ka votë. sekond, votat, nuk i Po, një sekond. votat, Ajo që shikon publiku sot, kur ka një qeveri që është qeveri autokratike, i qeverisë në mënyrë autokratike, sepse një kryeministër që është sot, kur ishte kryetar partie, nuk e gjykoi për atë që bëri parti, që bëri një parti kazerm dhe shkatroi çdo fije demokracie në atë parti, çdo shenjë, dhe kur erdhi kryeministër bëri një gjë. Dhe njerëzit shohin sot të Partia Demokratike me një lloj shprese dhe thonë, prit se Berisha në 2021 filloi një revolucion demokratik brenda Partisë Demokratike. Bëri një lëvizje super demokratike, dha një shembull demokracie dhe gjithë e kemi mbështetur për atë shembull demokracie. Dhe garantoi që do ta vazhdojë ato. Dhe e garantoi me statut që do ta vazhdojë. Sot ne shohim që asnjë gërm me statutit nuk po zbatohet. Sot ne shohim që asnjë premtim nga ato që ai bërin fortoren e dikushme nuk po zbatohet. Sot ne shohim që Berisha po qeveris me të njëjtën autokraci si Rama, jo me të njëjtën, por pak më të butë, po s'ka rëndësi, dhe kur të vijmë mbështet do bëjmë njëjtën gjë. Atëre, pse do bëjmë ne mund marrim mundimin qytetarët të votojnë nesër nëse e pret e njëjta gjë? Kjo është thelbi. Ti duhet tregosh pra ta mbaroj. Ti duhet tregosh që ti je Parti Demokratik, je lider demokratik, që ti nuk ke alergji ndaj mendimit kundër, kur del dikush kundër nuk i thuaj që je i Ramës, nuk i thuaj je armik, nuk i thuaj je i krimit, por e lë ta thonë mendimin e vet deri në fund dhe të garojë deri në fund. Krijon gjithë hapësirën demokratike për gjithë mendimin ndryshe, edhe për grupin që u bashkua dhe që duhet kishte hapësirën e vet. Dhe atëherë ne themi, po, këta që kanë një Parti Demokratike dhe nesër nuk do ketë vendime personale. Nesër do kemi qeveri personale, nesër do kemi ndarje personale tendera siç bën Edi Rama, nesër do kemi dhunë personale siç bën Edi Rama ndaj medjave. Pra do ndryshojë diçka dhe atëherë voton për këtë. Atëherë, tre çështje që ngritët ju më shumë të drejtë. Ju thoni, kjo parti nuk respekton mendimin ndryshe. Vetëm 3 vite më parë, mbase më duket edhe këtu te zoti Rakipi, me Gaz Bardhin, edhe përfshi dhe me Sajmirin, përplaseshim në studio, në sulme politike të pa masa. Gaz Bardhin, Sajmirin, nuk e di tani, Jorida Tabakun, Gjek Markajn, të gjithë. Ku janë sot? Ne që nuk vlerësojmë mendimin ndryshe. Jo në parti. Gaz Bardhi është kryetari i grupit parlamentar. Jorida Tabaku është kryetare e Komisionit të Drejtave të Njeriut. Ina Zhupa është kryetare e Komisionit të Media. Një sekond. Nuk e shpreh dot mendimin që kanë pasur. Lutem, më themu të dëgjoj aty unë të dëgjova. Këto ishin njerëz që ishin me mendime komplet të ndryshme dhe vazhdojnë të jenë.